dy video të shkurtër kam qef unë u flas gjatë. Dy video të shkurtër do të bëj sot. Një është për një shqetësim të madh që kemi ne si kamp. Problemi turpshëm për ne që një gësht shqiptarësh të slavizuar në Maqedoni po morin në për kamp një kamp. Është e çuditshme si mundet një gësht i janë shqiptarësh slavizum, vëllezër e motra, do flasim për këtë mas 2 minutave, por shqiptarët në Maqedoni janë vetëm i lirë. Maqedonësit që ne i quajmë Maqedonës në Maqedoni, edhe e justifikojnë të i quajmë Maqedonës se janë i lirë, po të slavizum, janë i lirë. Nuk janë slav, nuk janë bulgar. Bile dhe bulgaret nuk janë slav. Ata janë fise turkike, si quhen këta Hans, si që janë edhe hungarezët, si që janë edhe turqit e vërtet. Se shumica e turqive sot janë shqiptarë, janë gjak iliroj period. Por si mundet ky gërsht slavsh, që as Bullgaria nuk e donë se di që si janë racë e tyre janë i lirë. Edhe si mundet këta dhe bëjnë një kamp shqiptar, që ata kanë tradhtu, kujtën se janë slav, ata s'janë as serb, ata s'janë as bulgar, prandaj nuk i donë Bullgaria. Po si munden këta, një racë slavizume shqiptare, që i bjen ndesh vetës vetë, të dëroj një kamp shqiptar. Sa është një kamp, është një shtrirje e kampit, në tokën e vetë natyrisht, po për te i kufinjëve artificial të Maqedonisë. Si mundet ata na pengojnë neve me fol shqip ose të bëjnë ligjin në atë shtetin Maqedon të Aleksandrit Madh dhe Filipit që ishin gjithë i lirë? Po përpara se të flasim për këtë çështje, unë desha të flas pak për Alfred Sakon, se fshiva djetë video. Pra, pyetje, ose do t'i bëjt të dyja në një video, ose do të bëjt 2 vitet veçantë. Alfred Sakon besoj ju e njihni se dela i në një emision rrethi 4 orë, por mu nuk më intereson rrethi 4 orë. Në rrethin 4 orë Sakon nuk shfaq vetën e plot, se ka ca si kalamajt bezishëm aty në studio, që janë larg teorive të tij dhe duket gati sikur për tallën. Mu më pëlqejnë ato, kryesisht teoritë konspirative, me të cilët merret Sako. Jo se të gjitha janë sakta, por se tregon që ai merret me diçka që është interesante, intriguese në kënd botës, është e vërtet. Shoqëritë sekrete, hermetike kanë ekzistu sa kohë që ka ekzistu bota. Edhe ka mundësi që të gjithë lidhen me këto mitologjinë pelazke, ku do të jenë hermetike, jo më kot ndoshta është edhe Shqiponja e pelazkëve, e lirëve, Bizantit dhe shqiptarëve më në fund, është edhe simboli masonëve, Shqiponja me 2 kokë. Por Alfred Sako nga i herë ja fut si ka o peles, edhe nga i herë bën një punë mjaft të dëmshme. Për shembull, flitet për Nën Terezën aty këtu, që Nën Tereza paska që një kurv, që Nën Tereza ishte një kriminele, që Nën Tereza është marrë me trafikun e organeve të fëmijëve, edhe me fëmijë vetë që gjoj i merte nga Kalkuta, nga Haiti, nga i merte këto, edhe e çon atyre njerëzve të lartë në Vatikan, kardinaleve, papa, se ku të dion. Pislliqe, poshtërsi e likësi, që s'kan kufi. A ka çdo gjë mundësi që të ekzistojë në këtë botë? Natyrisht që ka.
A mundet ndoshta që dhe Nën Tereza të kishte qenë kriminale? Patjetër që mundet, çdo gjë mundet. Njeriu me shenjtë. Por a ka fakte për këtë? Të bindshme, të pakundërshtueshme, të pakonstitueshme, nuk ka, vëllezër e motra. Ajo që është e vërtetë është Nën Tereza ishte, se thonë që ishte dhe burr, edhe thonë pastaj që ai i shpizbardh që pati ai Biden, Baçe, Braçe, se që pati që djalë e saj, se si mund të ishte burrë dhe pas ka dhe djalë, parkën si ka, por ne jemi shqiptar. Këto mund të thot në një indian nga India, këto mund të thot në një maskara serb ose grek, që nuk grek e kam lafin këto maskare që dërpëmën historinë, që nuk u intereson, nuk e kanë problem të mashtrojnë, të rejnë, të shpifin, nuk kanë pikë morali të bazohen të faktet. Po janë një shqiptar, ku gjithkush e din që Gonxha Bojaxhiu ishte një femër shqiptare nga gjaku i lirë. Bile më duket e lindur muslimane, Gonxha Bojaxhiu në Shkodër apo jetoj në Shkup, s'ka rëndësi. Pra shqiptarët do t'jenë të fundit ata, s'do t'jenë kur, e do të kundërshtojnë me çdo kush kur dalin njerëz që njollosin çdo lloj figure që rritet me përmasa botërore. Kryesisht me ne shqiptarët, fqinjët tanë kërkojnë fillimisht ta përvetësojnë, ta bëjnë tyren. Për shembull Konstantinën e Madh, serbët do ta bëjnë tyre se ka lind nish. Kur s'ka pas serb atëherë, se s'kishin ardhur pra i lirin. Diokleti si e ka ky që e bëjnë, ky që lindi në perandore tjetër i Romës, që ushtar dhe arritet bëhet perandor, Diocletian, që është nga Dalmacia. Fillimisht kërkojnë ta bëjnë slavë për greka ku të dion, dhe kur sa rrin pastaj fillojnë edhe vjellin vrerë që ai ka qenë kriminal, që ai ka vra romakë, qytetar romak, o derri nonën. Ai ishte perandori i Romës. Pse nuk thoni që ai luftoi për Romën? Ai, por vetëm në momentin që se bëjnë dot për vete, një figurë të madhe që nxjerr kombi shqiptar, gjaku i Liro Pellask. Fillimisht edhe kërkojnë të bëjnë për vete gjithmonë, dhe kur se bëjnë për vete, se nuk i lën bota, nuk i lën faktet, fillojnë edhe pasaj dhe vjellin vrerë. Shpifësisht bëjnë edhe me Nën Terezën. Me Nën Terezën tash janë disa arsye. Në radhë të parë, mos harrojmë që krishtianizmi, ashtu sikur se muslimanizmi, ka degë të ndryshme. Muslimanizmi bile më pak, kryesisht ka sunin edhe shiat, që i ka bo perëndimit të shohin njëri tjetrin si armiq për vdekje, edhe shohin kryesisht. Por krishtianizmi është ndam kryesisht në dy fe të mëdha, që është katolicizmi, siç është nda dhe vetë kombi shqiptar, jugëveri, dhe ortodoksizmi. Ortodoksit, jo në Shqipëri, se ne jemi ndryshe, por ortodoksit për te kufive tanë, Greqia apo kudo qoftë vendet slave, urrejnë për vdekje katolicizmin, e shohin të neveritshëm, të përshtirë, të papranueshëm papën në Romës. Edhe çdo gjë të shenjtë që vjen nga katolicizmi, ata urrejnë për vdekje. Kështu që është një urrejtje sektare, fetare, për figurët, qofshin këta edhe që po shenjtërore, që pohën, po thjesht që janë katolike. E dyta, të qenit shqiptar, vret çdo lloj anti-shqiptari që një figurë e madhe si Nën Tereza pas ka ronjë shqiptare, edhe kur s'mund t'ja heqin këta ronjë, kur ata s'mund ta portretizojnë ndryshe se jo shqiptare, fillojnë edhe vjellin vrerë. Gojët e liga të shi, këto nuk janë teori konspirative, këto janë këta mistrecët të halegjit. Kjo s'ka në teori konspirative, por e zem që është teori konspirative, edhe që ka zbulu nga midisjeve dhe nga ky, si ka ky Alfred Sako. Alfred Sako del aty në një post dje, një
status, si themon post, aty në Facebook, edhe i thot shqiptarëve shifni që u vërtetuaje që kam thonë unë, se ka thol edhe David Icke, sikur David Icke është perëndia, një idiot, një psikopat. Unë David Icke kam respekt, e kam lexuar para 20 viteve, ja kam pa vitjet para 20 viteve, edhe kam respekt për një lloj fragmentit vogël, siç kam respekt edhe për sakon, për që merret me këto teoritë konspirative, deri diku se ekzistojnë, që të tregojnë botës që mund të jetë edhe kështu, mund të jetë edhe ashtu. Por që dalesh ti pasaj të thush që ka, kështu ka thonë David Icke, mu jo dini që mund vjen gojë të qifsha David Icke dhe idiotësin tate o Fred Sako. David Icke është njëri që i përket teorive halucinatike, me iluzione, me imagjinata, dhe është një person që ka marrë disa herë ayahuasca, që është një drogë halucinatike që të bën ty të kesh halucinacione. Fatkeqësisht apo fatmirësisht e kam përdor, e kam marrë dhe unë Peru para një 20 vjetëve të drogë, edhe ajo drogë të largon nga bota reale dhe të çon në botën shpirtërore, edhe për më tej duket sikur shpon dimensionet, çon në një dimension tjetër, kur ti shpesh këto njerëz që marrin këto droga halucinatike, nuk e di nëse ka marrë Alfredi vetë, me që merret me këto të bëjnë të shofësh gjoja qenje që përkasin një dimensioni tjetër, edhe në të njëjtën kohë janë mes nesh se ti arrin edhe shikon gjoja këto drogët halucinatike që merr, siç teorisë së cilës i përket ky, do të them tash, u ka respekt, por me që e përdor ky që ka thonë David Icke, ky koqë David Icke, pra ti shef të gjoja njerëzit si alien të vegjël që janë mes teje, po shef të vdekurit, shef ato shkon ajo ndikimi, influenca shpirtërore drejt sa shef gjone që ti kishe harru, që se dije që s'kan lidhje fare me çka ndodh me ty në jetë, po që atë në rrath, ku të dion. Pra, është një rrymë njerëzish, ka sot ku do në botë, që merren me këto halucinacione që quhen këta. Një për këtyre është edhe David Icke, po jo se pas ka thonë David Icke këta, edhe duk sikur tash u bë fakti papranueshëm se e ka thonë vetë Papa i Romës, e kanë thonë kryeministët e vendeve të fuqishme, kanë thonë, pra gjithkushi e thotë tash që ajo që kishte thonë Alfred Sako është e padiskutueshme, që Nën Teresa kishte qenë një kurv, kishte qenë një kriminale. Ajo merrte fëmijët në Kalkuta, u hiqnin ata përmrensa dhe i çonin njerëzve të pasur, edhe ose i merrte dhe e çonte këtyre Venedikut që të bënin seks kardinalit, besulliqe, që mundet ndoshta të ketë qenë diku një lloj incidenti që mund të përmosmadhohet, po e them që dhe mund të jetë e vërtet, që s'është, s'besoj kur, në këtë botë do merresh vesh, nuk do merr tash kjo kaq konspirative, edhe bile shqiptari si Alfred Sako do ishte ai që do ta mbronte deri në fund që s'është e vërtet, se këto vetëm rënojnë çdo lloj, shkatrojnë, luftojnë çdo lloj figure që vjen nga gjaku i Liro Pellaz shqiptar. Nuk do bota, se janë këto klysht, këto mistrecet, se origjinën e ka të fqinjet tanë, që shqiptari, gjaku i lirë, ti ke dhënë botës figura që rrezatojnë shpirtmirësi, bimërsi, bamirësi, edhe mbi të gjitha një personalitet madh historik, edhe ndërkombëtar. Nuk duan këto, por edhe sikur të ishte, ky David Icke bile nuk i përket rrymës se këtyre që quhen këto konspiratorëve. Është një rrymë tjetër David Icke. Ai merret me me gjona shpirtërore, çfarë mund të ketë atje, kush është e rëndësishme në këtë botë, është materia apo shpirti, është kjo, nuk ka të bëjë fare me teoritë konspirative me të cilët merret, dhe edhe sikur të merret edhe me leshin me teorive konspirative, kush e run trapin
për David Haik, ka u vërtetu se ka thonë David Haik, jo po dalë David Haik të shi, u vërtetu teoria ime se ka thonë Albert Sacco, do të fërgojnë pollet e njëri tjetër, idiotësisma psikopatliqe. Mu nuk më pëlqen kjo dhe nuk duhet të ketë shqiptar të ndershëm që në qoftë se merret me teoritë konspirative të përdor me shkatru edhe ato 2-3 figura shqiptare, se këtu pastaj edhe me dashje për padashje tje një langaraq, një shtëpi, një zgjibe, një dhemje që kërkon me çdo kusht t'ja heqësh edhe ato 2 figura që neve na ngrejnë në përbot shqiptarizmës, mos ketë lidhje edhe nëse ka ti diskreditosh turp për këtë zakon. Mos që thash këto, nuk po shkëputem për vitin e dytë, po e bëj këtu edhe vitin e dytë, po në laf po flas këtu për Maqedoninë. Është turpshme vlezër e motra, se si një komb kaq i madh siç jemi ne kombi shqiptar. Mos kemi akoma fuqinë botën grej më të madhe në Evropë, s'ka shku as qeveria e Ramos me Sadiun, me protesta në Bashkimin Evropian, as qeveria e Kurtit, nuk kanë shku në Bashkimin Evropian të ngrejnë me njëherë këtë çështje që gjysma e popullsisë në shtetin e Maqedonisë nuk lejohet të flasë gjuhën e vet, të ngrej flamurin e vet, kombëtar ashtu sikur se shtetit Maqedonës, si ka mundësi që për një fshat vogël që po prishet një qoja, një kisha ku të dion, ngrehet Greqia në kom, kurse ne gjysmën e komit në Maqedoninë na shkelin me kom dhe ne simi në gjendje as të ngrejmë sonin, as jo vetëm që të japim urdhër asaj pakicë të përshtyshme që manemrin Maqedonës, që janë shqiptarët tonë i lirë, se janë bulgarë, edhe nuk janë slavë, nuk janë sërbë, që janë shqiptarët tonë i lirë të slavizum, si mundet një grysht i tillë të përshtroj një kamp të madh shqiptar në Ballkan, që shtrihet në sa shtete, duke filluar nga Greqia, në Shqipëria, Bullgaria, Turqia, Italia, çka quhet madje dhe Kroacia, Bosnia, Sanxhaku, Kosova, Malezi, si mundet një grysht ortodoksësh slavizum që s'janë slav, iliro shqiptarësh, të vejnë për fund këtë kombin shqiptar. Pësimin e kaq vëmja, edhe kur flasim ne, që flasim shumë pak, si dali pash për sodet e Spartakut, Spartak në Gjelën, që më përshtirosi ka din çka flet, mi po e distancon veten nga shqiptarët e Maqedonisë. Këta i drejtoheshin, flise për shqiptarët e Maqedonisë me ata, me këta, edhe nuk flise si ne, si pjesë e jonë, jemi ne. Po këta, pra që kemi të veçantë ne. Ore, këta jemi femje, ne jemi zgjibe, ne kemi, ne edhe kur mundem flasim e shprehim, e kemi në vetvete besimin. E bën të Spartaku që unë thash shqyr po flet Spartaku. Flisë të mirë, po i bën, i distancon shqiptarët e Maqedonisë ata këta. Unë tash kam një problem. Problemi im është kë. Pse ne kemi frikë të ngrejmë mirë çështën çame, që nuk guxojmë të ngrejmë zyrtarisht e shtetërisht, e bëjnë për fjalime, bën Edi Rama aty për pordha, për fjalime, po jo aty ku ngrihet në për gjykata, në për organet e drejtësisë, në Bashkimin Evropian, heshtim atje. Po dalim aty bëjmë për rëmuj gjaja për të pse mirë çamrin se ngrejmë dot, problemin çamë Greqinë. Nuk e ngrejmë dot, ndoshta se kemi takatin një për herë. Po me Maqedoninë më deri nonën si zguxon ti, kur ty vjen për 10 komuna në atje qa 10 a 2 komune sa mund t'jenë Mitrovic, ngrehet gjithë Serbia dhe kërkon ty të të bësh këto, të bësh ata, edhe shkon Evropë për ditë, ne zguxojmë për gjysmën e shtetit Maqedonës që kemi shqiptar puro, që nuk i lejnë të flasim, ne s'kemi guxim të ngrejmë zonin, jemi tradhtarë, jemi klysht poshtë të qeverisë shqiptare, po mirë, po pse Albin Kurti?
Mirë kë kriminali jonë, Edi Rama e këto pordhacet e ti, si që janë këtë braha këto, braha, si kështë ky Elbasonit që na hiqet neve për kombëtarist, për na fles për kombëtaren, si ka ky nojë, Taulant Balla. Po si edhe Albin Kurti nuk e ngren këtë çështje në Evropë, ta bëjnë çështjet më njëhershme. Vlesa motra, unë mendoj që ne kemi frikë se bota slave, rusët, i ndihmojnë ata, ne ku ta gjejmë që i ndihmon Rusia, se vetëm në qoftë se ne jemi në gjendje me pas diplomat të vërtet, edhe jemi në gjendje me një herë ta fitojmë për krahjen e Amerikës në momentin që shikoni këto slavët i ndihmon Rusia. Duhet në ndihmoj Amerika me herë se që ka shpreh influencë, ne nuk jemi, neve duhet në vjerë mirë që këto shkërdhatat slave i ndihmon Rusia, në qose ne din të losim politike në perëndim edhe të bëjmë Amerikën, dale dashkë ndihmu kombi shqiptarë, se ato i ndihmon ka Rusia, pas interesa slave këtu. Atëherë kush i del ball, kush i vën prit interesave slave, është Shqiptaria. Pse ne nuk e ngrejmë do të çështjen, a i kemi klyshët tradhtar në Tiranë, çka është kjo more? Çfarë ndodh me këta? Unë habitëm vlezër e motra, më vjen keq me botën tonë. Kam frikë se ne, ose kemi njerëz të paaft e të poshtur që vetëm duan të jenë karrika dhe të vjedhin aty si të zojnë dhimbët në halen e mutit ku janë këto Edi Rama që kanë këto socialistët, si ka qenë dhe Sali Berisha, ose janë tradhtarë të instaluar nga tjerët, po është turp për ne kombin shqiptar. Një komb kaq i madh i shtrin në Ballkan, nga Turqia e deri në Dalmaci, edhe në gjitha anët e gadishullit tjetër të Italisë, duke filluar që nga kohët e lashta të Piros që kishim Sicilinë deri ke të vonshme të këto shqiptarët e mas Aronjës Krujës, fisit e kastriotëve që ikën atje. Ne kemi sa shqiptarë, një komb i madh, nuk është çdo komb i jonë. Si mundet një grusht shqiptarësh të ortodoksum, slavizum, ata as kanë qenë as do jenë kur slav, ato që flasin maqedonisht, që është një dialekt i bullgarishtës. As kanë, se janë as bullgaret, more slav, flasin gjuhën slave, po jo t'jen slav, se mund flasësh anglisht dhe frëngjisht flasin sa shtete në Afrikë, po s'janë as francez, as anglez. Si mundet ose mund të shpjegoj që një kërë shqiptarësh, si që janë në Serbi, ashtë që u bon ortodoks, ose meten ortodoks, nuk u bon, kanë qenë ortodoks, para se të vinte Turqia, shumica gjithë shqiptarëve kanë qenë ortodoks, por para se të vinte, po meten ortodoks, ndoshta nga ortodoksismi në atje ku kanë qenë afër slavë me Bullgarin, kohën e bullgarëve, u slavizuan, unë mendoj që këto janë slavizuar që në kohën e bullgarëve, në qose e përdojnë nëpërmjet gjuhës, po si mundet kjo pakicë që as bullgarët nuk e duan, ta vejnë për fund një komb të madh shqiptar? Pse ne nuk i bëjmë kërcënim? Kosovë, Shqipëri, mbar shqiptar. Unë nuk e du ndarjen e Maqedonisë, sepse është e gjitha jona. Nuk e du ndarjen dhe unë du që Maqedonia të ekzistojë, që ta marrim krejt Maqedoninë një ditë, deri në kufi me Bullgarinë. Por në qoftë se ata bën lojra të klysh slafolës, pse nuk e bëjmë në ndarjen, pse nuk e ndihmojmë, për arsye se ata ngordhen si qend, se ose të bëhen klasë e dytë se bullgarët i urrejnë, ata nuk mund të ekzistojnë. Pjesa shqiptare ekziston, se bashkohet me Shqipërinë ose me Kosovën, por shkohet vetvetiu. Ne jetojmë, ato klysh nuk ekzistojnë dot, se serbët i ndihmojnë ato vetëm sot për si gjoja armisë shqiptarëve për të luftuar shqiptarët, por në qoftë ata s'kan që bëjnë më shqiptarë, serbët nuk e duan se janë
nuk i kanë dash në herë se s'janë sërb, bulgaret nuk i dun se s'janë bulgar, se janë i lirë të këthym në gjoja në çka quhen me atë menja në vetë në slav, ato ngordhin si qënd, ato s'kan akses kërkumt, po nda pjesa jonë, o s'du ndami, po që se du të kryin të ndami, po ku është qeveria, të paktën qeveria Tiranës dhe qeveria Prishtinës, këto langaraj, këto maskarej, këto shkërdhata, që nuk ndihmojnë që na bëjnë për turp, na morën në përkomb neve një grësht njerëzish, slav folës, turp. Sa mi gjoka ju për shnet.